Skema e sigurimeve shoqërore gjatë këtyre muajve në rrethin e Kukësit është zgjeruar sidomos nga të vetë punësuarit në bujqësi. Drejtori i Agjencisë së Sigurimeve Shoqërore të Kukësit, Mersin Gjana, bën të ditur se numri i kontribuesve për të përfshirë në skemën e sigurimeve shoqërore nga muaji gusht ka shënuar rritje të krahasuar me një vit më parë. Gjatë këtij viti, në muajin qershor, u bë dhe falja kamatvonesave dhe ka pas një fluks në sigurimin e vetëpunësuarve të rajonit tonë, dhe sidomos të Kukësit. Fakt për këtë është dhe realizimi i detyrave të planit me 102.5% për progresivin, që nga muaj janar deri në muajin gusht ne jemi me një tejkalim plani. Krahasu me të njëjtin periudhë të vitit kaluar, ne mund kemi mbi 200 persona më shumë se sa viti kaluar. Pra ndihet fluksi. Përfitimet janë të ndjeshme pasi sigurimi bëhet vetëm duke qenë në fuqi ligji që fal kamatvonesat, i cili do të veprojë deri në fund të këtij viti. Muajt në vijim sipas drejtorit Gjana duhen shfrytzuar me efikasitet pasi kuadri ligjor për sistemin e pensioneve pritet të ndryshojë. Nga gushti i këtij viti filloi zbatimi i ligjit të ndryshuar i skemës së sigurimeve shoqërore për të vetëpunësuarit në bujqësi.